Vëllezër të nderuar, xhamatlit të pranishëm, vazhdojmë me hutbet me ciklin Nën hijen e robërve të Mëshiruesit, në ajetet të surës Furqan, ku Allahu Azza wa Jall në këtë ajet, në ajetin 73, na tregon një cilësi nga cilësitë e reja, të cilat i posedojnë këta robër të Mëshiruesit, që Allahu Azza wa Jall i veçoi dhe i përmendi me disa cilësi në këtë sure madhështore, e cila është surja Furqan, ku tha Allahu Azza wa Jall: "Walladhina idha dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alayha summan wa umyana." Allahu Azza wa Jall tha, ata janë besimtarët të cilët kur ju lexohen ajetet e Allahut nuk bien në vesh shurdhe e as në sy të verbur. Pra ata janë besimtar që kur ndëgjojnë ndonjë ajet, kur përkujtohen me fjalët e Allahut, kur përkujtohen me ajetet, ata janë në ndëgjim, ata janë në vëzhgim të ajeteve, ata i përfillin, ata i lexojnë, ata i meditojnë, thellohet në zemrën e tyre, thellohen ajetet në shpirtin e tyre, ndërqethet lëkura e tyre, emocionohen dhe thellohen në të, dhe me këtë ata arrin që ta kuptojnë esencën e ajeteve dhe zbritjeve të ajeteve të Allahut Azza wa Jall, ku Allahu subhanahu wa taala po i përshkruan në surën Anfal, thot: "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum." Thot me të vërtetë Allahu Azza wa Jall, besimtar janë ata të cilët kur përmendet Allahu Azza wa Jall ju rënqethen atyre zemrat. Wa idha tuliyat alehim ayatu, dhe kur i lexohen ajetet e Allahut Azza wa Jall, wa idha tuliyat alehim ayatu zadatuhum imana, dhe kur t'ju lexohen ajetet e Allahut, atyre ju shtohet imani, ju shtohet besimi, wa ala rabbihim yatawakkalun, dhe ata mbështeten tek Allahu Azza wa Jall. Me këtë na tregon Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet se kur lexohet ajetet e Allahut, kur dikush i këshillon ata besimtar, apo ndëgjojnë ndonjë ajet nga ajetet e Kur'anit, apo e këshillon dikush ndonjë ajet nga ajetet e Kur'anit, ata janë të respektueshëm, ata janë të ndëgjueshëm, ata e meditojnë fjalën e Allahut, thellohen në meditimin e fjalës Allahut, dhe me këtë ata i kuptojnë se ki Kur'an dhe këta ajetet të cilat i zbritën Muhamedit alayhi salatu wassalam, i zbritën dhe sahabeve, i zbritën dhe ummetit, dhe është mrekulli deri në ditën e Kiametit. Çdo ajet që lexohet nuk është apostafat vetëm se për Muhamedin alayhi salatu wassalam e as për sahabët, por është për të gjithë ummetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kur ta lexosh një ajet nga ajetet e Kur'anit, dije se ky ajet ka të bën me teje. Për atë Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu tha: "Idha samita ya ayyuhalladhina amanu arwa sam'ak." Kur ta ndëgjosh në Kur'an ajetin, o ju që keni besuar, hapi vesh, ndëgjo me vëmendje, imma emrin yu'maru bi, Allahu Azza wa Jall ndoshta besimtarët në këtë ajet i urdhëron me diçka dhe kërkon nga ju zbatimi, ose ju ndalon nga diçka që të ndaloheni. Për atë njëri nga dietarët tha kështu, tha kur ta lexosh Kur'anin, zine se Kur'anit ka zbrit vetëm se teje. Pse? Sepse kërkohet nga ti, nuk kërkohet nga askush tjetër që ta praktikon dhe ta lexon, ta mëson dhe pastaj ta praktikon në praktikën e tij. Për atë Allahu Azza wa Jall një ajet çka tha: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an." Ata besimtarët kur e lexojnë këtë libër, këtë Kur'an, a meditojnë rreth këtij Kur'anit, a meditojnë rreth këtij librit të Allahut Azza wa Jall, am ala qulubin aqfaluha, apo tha i kanë zemrat e tyre të prangosura në dri. Ne shohim sot që ndoshta ndëgjojmë Kur'an, lexojmë Kur'an, mirë po shumë pak i prek zemrat tona, shumë pak emocionohemi kur ndëgjojmë fjalët e Allahut. Pse? Se mduket na u kanë prangosur zemrat, apo na u kanë sëmur zemrat,
e nëse sëmurët zemra, nëse prangosët zemra, nuk e ndigjon dhe nuk e ndjen ajetin, e mbërësinën e ajetit kur e lexon dhe as që përkujtohet. Për ata shumë ka nga gjërat të cilët na pengojnë, kemi një pengesë. Nga pengesat njëra është sot njerëzit janë futur shumë në epshe. Janë futur shumë në dyshine, në përjetet sociale, duke ndëgju çdo gjë, duke pa çdo gjë, duke ndëgju gënjeshtra, është mbush ndoshta zemra jonë me shumë fjalë të kota, me dezinformata për islamin, për muslimant, dyshime në fe, epshe, gratë të zhveshura, duke i thirrur njerëzit në shturje, në amoralitet, në zina, në prostitucion, dhe janë prangos të zemrat tona, pastaj është bë një pengesë dhe nuk ndikon në zemrat tona. Nëse është e mbushur zemra jon, garimi pas dunjojës dhe grumbullimi pasurijës, nëse është mbush zemra jon me dyshime, nëse është mbush zemra jon me epshe, me kanje, nëse është mbush zemra jon me mëkate, nuk ndikojnë ajetet e Allahut në zemrat tona. Allah thot, efela yetedebberun el-Kur'an, a nuk po e meditojnë këtë Kur'an, em ala kulubin aqfaluha, apo zemrat i kanë të prangosura në dri. Mu për atë, Othmani radiallahu anhu e tha një fjalë, lau tahurat kulubuna, ma shabihat min kelami rabbina, tha si kur t'ishin pastru zemrat tona, nuk do t'ishin ngopur me fjalën e Allahut, duke e lexuar, duke ndëgjuar, duke menduar, duke medituar dhe duke vepruar me të. Mirë po, problemet janë të shumta, e besimtari duhet të ripërtri imanin e tij, të rikthehet në pendim, në istighfar dhe të merr Kur'anin ta lexon dhe pastaj të kthehet në komentet e disa ajeteve që gjatë leximit ndikojnë në zemrën e tij, e emocionojnë ndoshta disa ajete, e prekin disa ajete. Ne jemi vetë dëshmitar kur kemi ndëgjuar ndonjë imam nga imamat, ndonjë lexuesi i mirë nga imamat e haremit apo imamat të ndryshme dhe kanë ndikuar në emocionet tona, na ka tërçet lëkura, ndoshta ndonjëherë na kanë rrjedhur lot nga ky ajet. Duhet të ndalemi të lexojmë çka qenë ka ky ajet i cili ka prek zemrat tona, se ndoshta bëhet shkak për ta ripërtri dhe për ta gjallëruar zemrën tonë. Ky Kur'an është Kur'an madhështor, është Kur'an i cili është mrekulli neri në ditën e gjykimit. Nuk janë libra të tjera si Kur'ani. Nuk mund është emocionohesh dhe të rrjedhin lotët dhe të tërqetet lëkura dhe zemra, si e përmendi Allahu Azza wa Jalla në ajetin pak më herët që e recituam, vetëm se me leximin e Kur'anit. Për atë në ajet tjetër çka thot Allahu Azza wa Jalla? Efela yetedebberun el-Kur'an, a nuk po meditojnë atë në Kur'anin? Walau kana min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Nëse mos kishte qenë ki Kur'an nga Zoti, do të kishte pas kundërthënie të shumta në vete. Mirë po, Allahu Azza wa Jalla thot, "Zalikal kitabu la rayba fi", ky është libër që nuk ka dyshim, ky është libër i vërtet, ky është libër që nuk ka gabime, ky është libër që nuk ka kundërthënie. E nëse kthehemi në Teurat, sot nuk emërtohet Teurat, sot emërtohet Tilmud. Nëse kthehemi në Injilin, sot nuk emërtohet Injil, por emërtohet Bibël. E çfarë Bible? Kur ti thosh një muslimanit a i ke lexuar Kur'anin, e dimi se që ki Kur'an i cili fillon me surën Fatiha dhe mbaron me surën Nas, që e kemi në durtet tona, në për shtëpit tona, në për xhamiet tona. Mirë, po kur ti thosh një krishterit e ka lexuar Biblen, a Biblen sipas Gjonit, a Biblen sipas Mateus, a Biblen sipas Lukës, a Biblen sipas Barnabës, nuk e din edhe ata vetë dhe kanë kundërthënie të shumta sepse ka devime dhe kanë ndërhi dora e tyre. Mirë po Kur'ani është ruajtur dhe është mrekulli dhe e fillon Allahu Azza wa Jall, "Zalikal kitabu la rayba fi", Alif Lam Mim tha, ky është libri s'ka dyshim. Ky është libër që nuk ka kundërthënie. Ky është libër i cili nuk ka dyshim në të. Është libër i Allahut, është fjalë e Allahut, që ajo fjalë e Allahut
kur do të zbret në zemrat tona, do të gjallëron zemrën tonë. Aja jetë është që kur ta ndëgjojnë vesh tona, do të knaqen në ndëgjimin e ajeteve. Ato ajete janë të cilët kur i shikon, i qetësohet syri duke i lexuar. Mirë po, ki Kur'an, shpesh herë ne, kur e lexojmë dhe mendojmë se ki Kur'ani ka zbritur vetëm se për ta lexuar. Siç ka thonë Fudaj ibn Iyadi, "Nazala al-Qur'anu li yu'mala bih", ka zbrit këtë Kur'ani për të punuar me Kur'anin. Wa akhadhu an-nasu qira'atahu 'amal, dhe kanë marrë njerëzit leximin e saj punë, vepër. Mendojnë se nëse e ka lexuar dukush Kur'anin, çaq u kry puna. Jo, Kur'ani duhet lexohet, Kur'ani duhet kuptohet, Kur'ani duhet meditohet, Kur'ani duhet veprohet pastaj çka kërkon Allahu nga ne. Kur'ani është një libër, është një kushtetut e një besimtarit i cili merr energjin nga jo, i merr urdhët nga jo, i merr dritën dhe zhvillimin e jetën e tij me këtë Kur'anin se Allahu azza wa jall çka thon Kur'an. Tha, ju drejtu pejgamberit alayhis salatu wassalam, "Ma kunta tadri mal kitab wala al iman." O ti Muhammed, ti nuk e dishe para se me të zbriti Kur'ani, çka është Kur'ani dhe çka është besimi dhe imani. Walakin ja'alnahu nuran, ne bërëm atë dritë. Nahdi bihi man nasha min ibadina. Wa kadhalika uhayna ruhan min amrina. Ne kështu e bënëm Kur'anin gjallëri, që i gjallëron zemrat, e gjallëron njeriun. E tha një fjalë shumë të madhe një dietar, tha kështu, tha zbriti Kur'ani në muajin e Ramazanit dhe e bëri atë muaj që të jetë zotria i të gjithë muajve. Pastaj e zbriti Gjibrili a.s. dhe e bëri meleku kryesor i të gjithë melekve, më i zgjedhur i Gjibrili a.s. Pastaj ki Kur'an i zbriti Muhamedit a.s. dhe e bëri njeriun më të zgjedhur pejgamberin, më të zgjedhur në rrezullin toksor. I zbriti këtij umeti dhe u bë umeti më i zgjedhur i të gjithë umeteve, dhe ati i cili i zbret Kur'anin në zemrën e tij, e lexon, e mediton, e mëson dhe e mëson të tjerëve, bëhet njeriu më i zgjedhur rrezullin toksor, se tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama", më i miri në mesin e juve është ai i cili e mëson Kur'anin, pastaj ja u mëson njerëzve të tjerë. Ai që zbret Kur'anin në gjoksin e tij, ai ka për të lulzuar. Mirë, po si duhet ne ta lexojmë Kur'anin dhe si duhet ne ta meditojmë Kur'anin, na tregon në hadithin që e transmeton Hudhaifne ibn Yemane radiallahu anhu, thot një ditë prej ditëve në namazin e natës u lidha pas pejgamberit alayhis salatu wassalam që të falem, thot filloi ta lexon surën Bekare, e cila i ka 49 faqe. Thot mendova që do të shkon në ruku, ai vazhdoi pastaj në surën Ali Imran. Thot mendova se me përfundimin e surës do të shkon në ruku, ai vazhdoi ta lexon dhe surën Nisa që janë 5 gjuza. Thot dhe pastaj thot ran ruku, e kryti namazin pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe në Arafen thot si ishte namazi i tij, ai thonte e lexonte me tërtil, e lexonte ngadal, jo duke u gu sikur se mi hangër shkronjat, sikur më herët në për disa xhamia e zbesoj që ka sot që lexon në për taravia atë shpejt imami sa që elhamdulillah që në fund dalin, nuk e mirë shevesha ka lexue, e lexonte ngadal, ajet pas ajeti, dhe kur vinte ndonjë ajet që përkujton madhrinë e Allahut apo tesbih, e madhronte Allahun azza wa jall. Dhe kur vinin disa ajete të mëshirës, u ndalte dhe kërkonte mëshirë nga Allahu azza wa jall. Dhe kur vishin disa ajete të zjarmit dhe të xhenemit, ai u ndalte dhe kërkon ke mbrojtje nga zjarmi i xhenemit. Dhe kur vishin ajetet e xhenetit dhe dhuntit dhe mirësitë e xhenetit, e lutte Allahun azza wa jall që Allahu ta furnizon me mirësitë dhe dhuntit e xhenetit. Kështu thot ishte namazi i Muhamedit alayhi salatu wassalam, me lexim, me meditim çdo ajet çka thonte, derisa një ditë prej ditëve Abdullah ibn Mas'udi ishte pranë pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe i tha: "O Abdullah, më lexo Kur'an." I tha Abdullah ibn Mas'udi: "Ja Rasulullah,
Qysh me të lexu Kur'an, wa ilejke unzil, ti të ka zbrit Kur'ani. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, dua që të ndëgjoj nga të tjerët. Filloi thot lexoje Kur'an. Abdullah ibn Mas'udi, deri sa thot mbrit atë një ajet. Wa ji'na min kulli ummetin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida, dhe tha hasbuk, mjafton. Erdha tek ajeti kur tha, e si do të jetë gjendja e atyre popujve që në çdo popull do ta bin nga një dëshmitar për ta kanë besuar fjalën e Allahut dhe e kanë praktikuar, e ti o Muhammed do të jesh dëshmitar për të gjithë ummetin tan. Dhe thot kur e ngrita kokën, e pash se sy dhe mjekra e tij ishin mbushur me lot. Aisha radiallahu anha tha, kur zbriti ajeti dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e lexoi këtë ajet dhe tha, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar, në krijimin e qiellit dhe të tokës, në ndryshimin e natës dhe ditës, la ayatin li ulil albab, ka ajete për ata të Zotit të mendjes që meditojnë, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, që përmendin Allahun kur janë në kam, kur janë ulur dhe kur janë shtrim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ata meditojnë në krijimin e qiellit dhe të tokës dhe thonë, Rabbana ma khalaqta hadha batila, o Zot, nuk e krijuave kot këtë gjithësi, faqina adhaban nar, na mbron nga zormi i xhehenemit. Pasi që e lexoi këtë ajetin, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, mirë për atë njeri që e lexon këtë ajet dhe nuk ndale dhe nuk mediton në këtë madhështi të madhe që ka krijuar Allahu azza wa jall, dhe në fund ta dish se Allahu akbar, Allah është më i madh i krijuesi i gjithësisë, që meriton të lexohet libri i tij, meriton të meditohet në librin e tij, mediton besimtari ta ndriçon zemrën e tij, e nëse nuk e ndriçon me Kur'an, e nëse nuk e ndriçon me fjalën e Allahut, atëherë si do të jetë ndriçimi i tij, për shkak se Allahu azza wa jall e quajti këtë Kur'an dritë. Ai që e lexon këtë Kur'an ja ndriçon zemrën, ja ndriçon shpirtin, ja ndriçon jetën, ja ndriçon rrugën, nuk ka ndryshim pozitiv, nuk ka jetë të lumtur ai i cili është larguar nga libri i Allahut. Për atë Allahu azza wa jall më një ajet thot, "Wa man a'rada an dhikri", dhe kush ja kthen shpinën Kur'anit, fa inna lahu ma'ishatan danka, do ta ketë në jetë të ngushtë. Njeri ka pare, ka punën e mirë, i ka gjërat mirë, po e shes ai anko, thot, kam një ngushti në zemrën time, kam një mërzi të madhe, me tregu se çfarë ngushtie të madhe përjetoj, ti nuk e din. E kjo zakonisht ndodh te jo besimtarët, mirë po edhe ato që janë larguar nga libri i Allahut e ndjejnë të njëjtën. Pse? Se është larguar nga libri i Allahut. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, dhe ditën e gjykimit do të ringjallim ata të verbur dhe të thotë, o Zot, pse na ringjallet të verbur kur ne ishim me si, tha kështu ju vishin juve ajetet tona, argumentet tona, dhe ju nuk i përfillshin. E Allahu azza wa jall robrit e mëshiruesit i tregon se këta janë njerëz që i përfillin fjalët e Allahut. Kur i ndëgjojnë në fjalët e Allahut, në një përkujtim, nuk bin në vesh urdhër, e as në sy të verbur, ata meditojnë në ajetin, ata e lexojnë një ajet, ata derisa ndoshta sahabët i ka marrë të natën, u kanë dalë në namaz nate, o kon duke e lexuar surën Shura, derisa ka mritë ajeti, ferikun fil jannati wa ferikun fis sa'ir, ka mritë ajeti me një ajet, e ka falë të natën deri në sabat, dhe ka qajt, e ka lexuar ajetin një grup për në xhenet dhe një grup për në xhehenem. Dhe kur e kanë pyetur çka ishte çështja jote, thot kur u thellova në namaz dhe u thellova në meditim të ajeteve, dhe ishte paraqitje e skenës time në ditën e Kiametit, kur do të dahen njerëzit di tabore, di grupe, a thu val do të jem në anën e atyre të xhenetit, të banorët të xhenetit, apo do jem në ato të banorët të xhenemit. Thot ka qajtën dhe duke e ka recituar këtë ajet, një grup për në xhenet dhe një grup për në xhehenem. Kështu është besimtari të përkujtohet. Allahu azza wa jalla tregon kjo cilësi e robërve të mëshiruesit janë ata të cilët kur e lexojnë ajetin e Allahut, ata pozitivitet
ata ndjen energji, ata ndjen shpirtin e tyre, tërqethen në zemrën e tyre, në lëkurën e tyre, dhe ju shtohet atyre imani. Dhe mu për ata dhe me këtë e përfundoj, pejgamberi alayhi salatu wassalam për duave më të shpeshta dhe e bënte, Allahumma gjall rabia kulubina, gjall Kur'an rabia kulubina, o Zot ma bën Kur'anin që t'jetë pranvera e zemrës. Pse pranverë? Se në pranverë lulzon, çdo qenë qelë, dhe tot kur lexon njeriu, ja bën gjoksin e tij pranverë. E lutim Allahun azza wa jall që ta bën Kur'anin pranverë e zemrave tona, na i ringjall zemrat tona, na i mbush me dritë me imanin e Kur'anit, me imanin e shpalljes të Kur'anit, që Allahu azza wa jall na ndriçon rrugën tonë në këtë dynjë, rrugën tonë në xhenet, na bën njerëz pozitiv, që Allahu azza wa jall do të jetë i kënaqur me ne, dhe do të jetë i kënaqur Muhamedi alayhi salatu wassalam me ummetin e tij në ditën e Kiametit. Allahumma amin.